Takimi letrare Esad Mekuli dhe revista letrare Metafora po mbushin 16 vjet nga veprimtaria e tyre. Takimi tashmë është bërë tradicional, por edhe revista, megjithëse me mjaft vështirësi, për vjet ka parë dritën duke botuar punime të antarëve të lidhjes së shkrimtarëve, por dhe krijime të shkrimtarëve të tjerë që e bëjnë më të pasur e më të rreqës këtë takim letrar e kulturor. Në skenën e takimit letrar Esad Mekuli, për vjet kanë kaluar më shumë se 100 studiues, poet, prozator, kritik, eseist, dramaturg, muzikant e të tjerë. Punimet e të cilëve në shumë raste janë publikuar edhe në revistën letrare Metafora të lidhjes së shkrimtarëve, e cila pos punëve redaktoriale, teknike të shtypit, pjesa tjetër bëhet pa përkrahje të Ministrisë së Kulturës të Republikës së Kosovës. Duke mbajtur emrin e Esad Mekulit, themeluesit të letërsisë moderne kosovare dhe njërit prej personaliteteve më të ndritura të kulturës shqiptare, takimi merr një dimension simbolik dhe moral. Ai afirmon rolin e shkrimtarit si ndërgjegje shoqërore, si zë i lirisë, i identitetit dhe i dinjitetit kombëtar. Rëndësia e këtij takimi qëndron edhe në hapësirën që krijon për dialog letrar, për ballafaqim estetik dhe mendim kritik, duke përfshirë autor nga të gjitha trevat shqiptare dhe diaspora. Kjo e bën takimin letrar Esad Mekuli një platformë të bashkimit shpirtëror dhe kulturor, ku gjuha, letërsia dhe përvoja kombëtare komunikojnë lirshëm dhe në mënyrë krijuese.